أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Zotin pra që na mundsoi në takimin tonë të radhës në komentimin e surës Ali Imran. Kemi arritur deri në ajetin 23 me radhë. Pas komentimit të gjatë të surës Al-Bekara, të cilën e gjeni në Multimuslims Channel, në kanalet tona në YouTube, Imam Arbër Berisha, komentimet Kuranit komplet, i gjani pra gjitha jetet, komentimet me radhë, ligjërata, tribuna, seminare, kudo, dhe shkrimet të ndryshme për jetimin në Ramazan, shkrimet ndryshme islamu më shkencore. Ju kisha lutur pra përpara se të fillojmë këtë ligjërat, këtë komentim, kisha lutur të gjithëve që ligjëratat tona t'i shpërndani, t'ju bëni share në Facebooket e juaja, në profilet në Twitter, në page-et e juaja, në webfaqet e juaja, t'i downloadoni, t'i konvertoni, t'i bëni MP3, t'i bëni audio CD, DVD, DVD, etj, t'i shpërndani, sepse kështu do të kemi më shumë efikasitet dhe do të shpërndahet fjala e Allahut me lejen e tij. Thot i madhrishmi Zot në ajetin 23 të surës Ali Imran: Alam tara, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitab Allah liyahkum bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. A nuk i shehti ata të cilëve është dhënë mjaft nga libri, pra kur që është dhënë mjaftueshëm prej librit, kur thirrën që ndërmjet tyre të gjykoj libri i Allahut, se si një grup prej tyre u prapsohet, ata janë refuzuesit. Pra, din fjalën e Allahut, është dhënë mjaftueshëm nga libri i Allahut, kanë njohuri, kanë diapazon. Mirë, po kur vjen momenti e nxjerrin fytyrën e vet dinake, tradhtare. Prapsohen dhe bajnë këshë nas po dim. Pra këta janë shejtanat e heshtur, apo janë persona, njerëz me fytyrë njerëz, po në vërtet nuk kanë kurrë njerëzillëkun fytyrën e tyre, sepse kur vjen puna për mu vendos ligji i Zotit, apo kur vjen puna për mu tregu e vërtet, ata prapsen bëjnë bake off, pra kthehen mrapa, zbrapsen prapsohen. Pra ata janë refuzues, refuzojnë të mirën e Allahut, mirë për ta. Pastaj ajeti 24 me radhë: Dhalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. E atë e bënin nga se ata thonin, neve nuk do të na djeg zjarri, vetëm për pak ditë të numëruara. E ajo që shpifen për fenë e tyre, pra ato që bën blasfemi për fenë e tyre, i mashtroi keq. Ata mendojshin që zjarri do të djeg për pak ditë, edhe hajtë se i lajnë kusuret, edhe me pak ditë, edhe atë inshallah Allah i çon xhenet, vetëm për pak ditë numërume, por ata bën shpifje për dinin e Allahit, shpifen për pejgambert, shpifen për njerëzit që janë në udhë të drejtë. Dhe çfarë bën tjetër? E ajo që shpifen pra për këtë fetë pastër të islame dhe për njerëzit të cilët e pasojnë këtë fetë pastër të islame, i mashtroi keq. Pra, kjo shpifje që i bën për fenë islam. Pastaj ajeti 25 me radhë thot: Fa kayfa idha jama'nahum li yawmin la rayba fi wa uffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. E si do të jetë gjendja atyre kur ne do t'i të bojmë ata një ditë për cilën nuk ka dyshim dhe çdo njeriu do t'i ofrohet ajo që e ka fituar, duke mos ju bërë atyre kur një e pa drejt. Pra, nuk ju bëhet pa drejt atyre.
Po si është puna e tyre, si do shkoj, si do vaj halli ty në njerëzve pra. Kur ne do të mbledhim ata të gjithë tu bashk një grup, do t'i të bojmë pra. Dhe do t'i ofrohet njerit, do t'i ofrohet ajo çka ka fitu pra. Ke fitu mirë, të mirën do të marrësh. Ke fituar keq, të keqen do të marrësh. Pra atyre si bëhet fare pa drejt. Atyre nuk ju bëhet pa drejtësi pra. Allahu është i drejtë, ha? Për emrave të cilësive të Allahut të bukur është dhe që ai është i drejtë dhe vendos drejtësi tek robërit, tek krijesat e tij. Pra Allahu nuk i bën pa drejt zullum askujt. Por njerëzit fatkeqësisht pra i bëjnë zullum vetveteve të tyre. Pastaj vazhdon ajeti 26 me radhë, që është prej ajeteve që spikat shumë dhe përdoret shumë për ata të cilët tregojnë sovranitetin, fuqinë, madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Kulillahumma malikul mulki tu'til mulke man tasha'u wa tanazzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Ajet surja Ali Imran pra ajetin 26. Thuaj, o Allah, sunduesi çdo sendi, ti e jep pushtetin atij që do, ti e heq prej dorë pushtetin atij që do, e lartëson atë që do dhe e përul atë që do. Çdo e mirë është vetëm në dorën tënde. Vërtet ti ke mundësi për çdo gjë. Allahu ja jep pushtetin kujt dorë, kujt të doj, dhe ja merr kujt të doj. Kishte pushtet faraoni normal që kishte në këtë dunjë, por Allahu ja mori. Dhe në fund ku erdhi shpirti ngrohtëfyti tha besova Zotin e Musës, Allahun xhaleshano. Edhe pse deri në atë moment nuk e besoi, por ku erdhi puna pick, dhe ku erdhi çasti i fundit tha unë besova, por ishte tepër vonë, sepse ne e dim se pendimi s'pranohet në dy raste. Kur të vije shpirti te gropa e fytit ngargare, sepse është tepër vonë, dhe kur të lind diellin në perëndim prej shenjave të kiametit, atëherë vendos sa dush, tu tërhoq verëqja me kohë, por ti nuk u binde. Pra, Allahu ja e pushtetin kujt doj. Unë habitem me ca njerëz që mundohen me pas pushtet në ditët e sotme, bojnë çmos për më arrit tek pushteti, a nuk e din këta njerëz shkret që Allahu e ka në dorë me dhënë pushtetin kujt doj ai. Ai është sovrani, ai është i lartë është Allahu, i madhërisëm është ai. Pra ai e jep pushtetin kujt doj, ja merr pushtetin. Tap ja merr dikujt, tap e ngrit dikon tjetër, e ule poshton një tjetër, e gradon një tjetër, e ngrit një tjetër. Pra në dorë të Allahut është pushteti. Sa revolucione, sa bastisje, sa vrasje, sa gjëna, Allahu Ekber, ha? Dhe nuk e di njerëzit se në dorë të Allahut është fuqia. Andaj ne duhet të drejtohemi me Allahut dhe të mbështetemi tij. I lartë është Allahu, që i cili e lartëson atë që do dhe përul për ato që do, i madh është Allahu. Pra çdo e mirë është dorë të Allahut, dhe na s'ke mundësi për kur gjë, tu tregohet absolutshmëria dhe lartëmadhnia e lartë e të madhit Allah xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Pra me të vërtetë kjo është çdo e mirë është vetëm dorën e të madhit Allah xhalla shanu. Allahu ka mundësi për çdo gjë pra. Pastaj vazhdon ajeti i 27 me radhë. Tuliju al-lejla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-lejl wa tukhriju al-hayya min al-mayyiti wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab.
ti e fute natën në ditë dhe ti e fute ditën në natë. Ti nxjerr nga i vdekurit të gjallin dhe nga i gjallit të vdekurin, dhe ti e begaton pa mas atë që do. Tregohet këtu pra madhështia e madhe të Allah xhallashanuhu, se Allahu ka mundësi me fut natën në ditë dhe ditën në natë, dhe nxjerr vdekurin nga i gjalli dhe gjallin nga i vdekuri. Pse nuk e nxjerrën kohën e Isës alayhis salam, që me lejen e Allahut pra i ringjallte njerëzit e vdekur. Me lejen e Allahut i ringjallte njerëzit e vdekur, i shëronte nga verbëria, nga smundja e lkurës. Por a nuk është madhështia e Allahut edhe neve pasi që të vdesim do të na ringjalli? Bides të surën Qiyam edhe me majat e gishtave. Sot kriminalistika bashkëkohore ka zbuluar se majat e gishtrinëve të njerëzve nuk janë të njëjtë, dhe në bazë të shenjave të gishtave zbulohet dhe identiteti në pasaport, identiteti i personit, apo retina e syrit, apo kur dihet se pejgamberi selam tha për retinën e syrit, për dritën e syve, tha namazi më është bërë si drita e syve, duke na treguar çfarë vlere ka drita e syve, bebza e syrit, por edhe çfarë vlere kanë majat e gishtrinëve, na tregoi Allahu në Kur'an. Pra Allahu e begaton pa mas atë që do. Pra ndurët Allahut ko ka me begatu insanin. Allahu pe begatojke, pe fornizojke me të natë mirat e ti, na lodhem, stër lodhem, po ndurët Allahut është risku, mundohu ditë e natë, si arrin do të qëllimit, sepse nuk ke sinqeritet dhe nuk e ke lidhjen e duhur me Allahun xhaleshanuhu. A nuk i ky e mbështetur pra Allahut xhallal xhelaluhu e xhaleshanuhu. Pastaj besimtar dëshëm thot i madhërishmi Allah në ajetin 28 me radh: la yattakhidha al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqata wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi al-masir. Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Besimtarët të mos imitësojnë mos besimtarët, t'i lënë me njën pra manash besimtarët. E kush bën atë, ai nga feja Allahut nuk ka asgjë, përveç nëse është për qëllim ruajtja prej të keqes tyre. Allahu ju tërheq vërejtjen me dënimin prej tij, se vetëm tek Allahu është e ardhmja. Thuaj, edhe nëse e fshehni atë që keni në zemrat tuaja, ose e publikoni, Allahu e di atë, ai di gjithçka ka në qiej e çka ka në tokë. Pra, Allahu është mjaft mirë i njohur për çdo gjë. Çka ka në qiej, çka ka në tokë, Allahu ka njohuri. Pra, besimtari s'duhet me mësu pa besimtarin, edhe me shkel e me përdhos vllon e vet në fe në Islam besimtar. Pra, për idhujtarin, për qafirin me lën me një anash, pra, me njanu, besimtarin me lën lloç për interes ti dhe bashkëpunim me pa besimtarin. Pra, kjo pra dëshmohet qartë se i lartë është Allahu dhe robët e Allahut, krijesat e Allahut duhet të kenë bashkëpunim me njëri tjetrin. Vërtet besimtar ndershëm kur përmenden këto ajete rënqethen zemrat e besimtarve dhe duhet marrin shumë mësime të bukura prej këtyre ajeteve, të cilat ajete pra Allahu xhaleshanuhu i ka bën si
dëshmi për ne që na të shtim edhe në jetën tonë të përditshme, të praktikojmë ato dhe të përmbohemi atyre. Pastaj vazhdon ajeti i 30 me radhë i surës Ali Imran: Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Ditën kur çdo njeri e gjen pranë vetes atë që veproi mirë ose keq. Pra, atë që ka veproi mirë apo keq. E për atë të keqe që e bëni, do të dëshiroj që në mes tij dhe në mes të asaj të jetë një distancë shumë e madhe. E mos ta shoh. Allahu u jep të friksohen prej dënimit që vjen prej tij, megjithëse Allahu është i mëshirshëm ndaj robëve të tij. Pra ditë shikon njeriu se çka ka vepruar nga dunia, ka bë keq, ka bë mirë. Gjitha vendosen një CV të këqija dhe të mirat dhe ndahet e vërteta nga e pavërteta. Pastaj vazhdon ajeti 31 me radhë surës Ali Imran: Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaj nëse doni Allahun, atëherë e jani pas meje, që Allahu t'ju doj, t'ju fal mëkatet tuaja, se Allahu është që falë shumë, mëshiron shumë. Dashuria ndaj Allahut është gjë madhështore që ndodh tek besimtari. Një njeri që e don Allahun, e ka dashur vetveten. Një njeri që e don Allahun xhaleshanehu është lidh për një lidhje të sigurt dhe të fuqishme dhe të pakëputur. Dashuria ndaj Allahut xhaleshanehu është adhurim i sinqert. Pra, prej kushteve të adhurimit, prej rregullave të adhurimit është me shpresu tek Allahu, me mbështet Allahut, me dash Allahun, me u bind Allahut, me friksu Allahut xhaleshanehu dhe me hec në linjen e kërkuar nga Kurani dhe Suneti. Pastaj vazhdon ajeti 32 me radhë. Kul Allah Kul ati'u Allah wal Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Thuaj, bindjuni Allahut dhe të dërguarit. Nëse ata refuzojnë, atëherë Allahu nuk i do pabesimtarët. Pra vjen mënyrë urdhërore. Kul, thuaj pra, ati'u Allah. Bindjuni Allahut dhe të dërguarit. Nëse ata refuzojnë, atëherë Allahu nuk i do pabesimtarët. Pra ti urdhëroj ata apo tregoj atyre ti binden Allahut dhe të dërguarit, mësimeve që ai shpalosi. Ti ndjekim ato, ti pasojmë ato, ti praktikojmë ato, ti mishrojmë ato në vetët tona, pra, dhe të bëhemi një grup i përndritur, i dalluar dhe i spikatur në shoqëri si një elitë intelektuale muslimane që veprojnë drejt dhe ecin drejt për të arritur qëllimet e larta dhe për të arritur qëllimin e lartë që është Islami. Dhe besimtar ndershëm, vazhdon ajeti i 33 me radhë, pra: Inna Allah istafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al-alamin. Allahu e zgjodhi pejgamber Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit, familjen e Imranit, mbi popujt e tjerë të asaj kohe. Pra, Allah e zgjodhi këta pejgamber, Ademin, njeriu e parë në tokë, babain ton, Nuhun,
i cili luftoi shirkun, dhe familjen e Ibrahimit dhe Ibrahimin që luftoi shirkun, që është i dashur i Zotit, dhe familja e Imranit që flitet pranë këtë sure për familjen e Imranit. Pastaj ajeti 34, i cili na shpjegon qartë, thot: Dhurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu samiun alim. Që janë pasardhës njëri prej tjetrit. Allahu dëgjon gjithçka dhe i di të gjitha. Pra prej këtyre pasardhësve Allahu fali apo dha besimtar të përkushtuar në udhën e drejtë dhe që ndjekin drejtësinë dhe synojnë me përhap fjalën e Zotit dhe besimin në një Zot. Na vjen një ngjarje mjaft me rëndësi këtu pra, në surën Al Imran, në ajetin 35 thot: Idha qalet imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Përkujto kur gruaja e Imranit pa thënë: Zoti im, unë këtë që është në barkun tim vendosa ta kushtoj thjesht vetëm për shërbimin tënd, pra pranoje këtë prej meje, vërtet ti je ai që dëgjon e di. Është lutja e gruas së Imranit për Mejremen, sepse kjo do të lind, pra Mejremen, nënën e ndershme, nënën e Isës alayhis salam. Pra kjo nën bani dua. Dhe duaja ju plotësua, walhamdulillah. Pastaj vazhdon pra ky tregim, kjo ngjarje mjaft me rëndësi. Ajeti 36 thot: Falamma wada'atha qalet rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. E kur ajo e lindi tha: Zoti im, unë e linda femër, po Allahu e di më së miri atë që ajo e lindi. E mashkulli nuk është si femra, dhe unë e martova atë Merjeme. E atë dhe pasardhësit e saj po t'i lën ty në mbrojtje prej shejtanit mallkuar, djallit mallkuar. Pra ata i kalon Allahu mbrojtje, dhe do të janë mbrojtje në Allahut pra, dhe Allahu i lën mbrojtje dhe mirë për ata të cilët shpifën ndaj Merjemës dhe Isait, të dërguarit e Zotit. Pastaj vazhdon ajeti 37 me radhë: Fataqaha rabbuha biqabulin حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Zoti saj e pranoi premtimin e saj ashtu si është më mirë, e rriti me një edukat të mirë të plot dhe vuri nën kujdesin e Zekerias. Sa herë që Zekeria i hynte në mihrabin dhomën e saj, gjente tek ajo ushqim e thonte: Oj Mejreme, prengat ty ky ushqim. Ajo i thonte: Ai është nga Allahu, se Allahu atë që do pa mas e furnizon. Pra Allahu është furnizuesi i madh. Pra kur hynte Zekeria në dhomën e saj, i shifte gjitha këto të mira, saqë thuhet sira islame për një historinë islame. I dërgoi rroshe, qypa me ushqime, me me ushqim të bollshëm dhe të freskët, pra furnizonte Allahu nga të gjitha anët. Subhanallahu, mrekulli e madhe kjo pra, një mucize e madhe, se si Allahu e nderoi këtë nënë të ndershme, nënën e Isës alayhis salam, dhe e nderoi të jetë prej familjes së Imranit, prej familjeve të spikatura dhe të veçura në historinë
islame dhe në historinë kuranore, por edhe në historinë njerëzore, pra në historinë e njerëzimit, të një familje model, pra një familje model, se si duhet jetë një familje, për shembull na shpesh mendojmë dhe diskutojmë se si duhet jetë një familje islame e përkryer dhe dedikuar në thirrjen islame, por edhe se si do të jetë një familje e sinqertë, që Allahu të jep bereqet në pasardhësit e tyre dhe të jenë në udhën e përndritur të islamit dhe të rasin ka e vërteta. Pra në këto ajete ne gjërësisht diskutuam apo treguam në lidhje me atë që Allahu ka fuqi për çdo send dhe për ata njerëz naiv të cilët prapsohen edhe pse janë të mbushur plot me dije kuranore, me dije nga Kurani dhe Suneti. Po ashtu treguam se disa lloj njerëzish thonë që do të na djeg zjarri veç pak ditë dhe shpifin ndaj fesë, mashtrohen, pra janë prej mashtrimeve. Pastaj folën për gjendjen atyre kur Allahu do t'i të bojë ata dhe do t'i shpalos veprat e tyre një nga një. Prandaj Allahu është sundur si çdo sendi, treguam se Allahu na ka shpjeguar në ajetin 26 Ali Imran fuqinë dhe madhështinë e tij, sa është sunduesi i sovrani dhe ai kondon e ngrit dhe kondon e për ul. Dhe Allahu xhaleshanehu na tregon në lidhje me të futurit e natës në ditë dhe të ditës në natë, do të thot marrja njërës për tjetrës, zgjatëja e njërës në tjetrën gjatë ndryshimit të stinëve. Në këtë fenomen sytë e zemrës njeriu gati e shohin, pra dorën e Allahut ka i vënë vizje trupat qiellor duke ndriçuar vendin e errët kurse të ndriçmin e errëson. Këtë mund ta bëjë njeriu, kjo nuk ndodh rastësisht, këtë qarkullim të padukshëm e dërgjon fuqia e Allahut subhanahu wa taala. I tillë është edhe çështja e jetës dhe vdekjes, për çdo moment në për cilin kalon i gjalli, vdekja bën një hap para. Ky është një sinjal për mendjen e njeriu që të mendojë dhe të meditojë. Pra Allahu nxjerr nga i vdekur gjallën, nga i gjalli të vdekurën. Pastaj na tregon i madhreshmi Zot xhaleshanehu që është një dhe i pashok, se besimtari s'duhet me shkel besimtarin për mos besimtarin. Dhe mos fshehni asgjë sepse Allahu e din çka njerëzit publikojnë dhe çka e fshehin e mbajnë sekret. Dhe do të shihen veprat, pra, do të shihen veprat, ai që veproi mirë dhe keq. Pastaj njeriu duhet ta dojë Allahun dhe të vrapojë dhe të lërë mëkatet nëse e don Allahun. Ti bindet Allahut dhe të dërguarit. Nëse nuk i bindet Allahut dhe dërguarit, është refuzues dhe është i përdal nga feja. Dhe Allahu Teala tregon se zgjodhi pejgamber si Ademin, Nuhin, familjen e Ibrahimit edhe të Imranit, prej familjes së Imranit, spikati dhe pra edhe doli edhe me Iremia, nëna e ndershme, nëna e Isës alayhis salam. Pra janë pasardhës njëri tjetrit, janë pasardhës të kullum, dhe për ta është bën dua dhe për ta është zgjedhur një tretman i veçantë, pra janë në një tretman të veçantë. Dhe tregon për duan kur gruaja e Imranit bani dua për foshnjën e saj në bark dhe i tha që kjo do të jetë në shërbimin tënd, pra ti shërbej fesë islame, ti shërbej muslimanëve dhe të mirës islamit. Pra Allahu jep femna dhe meshkuj kur doj dhe tregon pra se vendosi emrin me Ireme dhe Allahu xhaleshanuhu i vendosi pasardhës e saj pra në mbrojtje. E si ka mundësi pra që kur pasardhët e saj i vendosin në mbrojtje, ata të kenë domethënë të kenë ato shpifje që ja u bënin Benu Israilit, sa që shpefnin për imoralitet dhe për gjëra të ndyra, pra zotruna. Ndaj Allahu e realizoi premtimin dhe Allahu e mori në mbrojtje me Iremen dhe familjen e saj dhe Allahu është me besimtarët dhe besimtarët. Pa pikën e dyshimit vëllezër,
Dhe këto ishin pra ajetet nga ajeti 23 deri në ajetin e 37, komentim të surës Ali Imran. Elhamdulillah që na mundsoi Allahu të jemi edhe këtë radhë së bashku. Me lejen e tij çdo gjë mund të bëhet, pa lejen e tij asgjë nuk mund të bëhet. Vërtet pra besimtar ndershëm, nga këto mësime, nga këto ajete ne duhet marrim shumë mësime edhe në shekullin 21, se si të mos bëhemi mendjemdhej dhe egoista, se Allahu ka fuqi, ne s'kemi fuqi, ne jemi të dobët. Allahu ka mundësi, ne s'kemi mundësi, ai na furnizon, andaj atë pasuri që ke Allahu ta ka dhënë, andaj jepe për Allah. Jepe atë pasuri për Allah. Jemi muajin e shenjtë Ramazanit, është muaji i sadakës, është muaji i dërdhënies, është muaji i bamirësisë, është muaji i agjerimit, i lehtësisë dhe mëshirës dhe rahmetit dhe solidaritetit dhe lidhjes reciproke me njëri tjetrin në punë të paqme, në punë të hajrit, në punë të mira. Alhamdulillah. Ndaj besimtarët ndershëm, e lutim Allahun fuqiplot që na jep mirat e tij të panumërta, sa i ka shumë dhe na s'kemi fare asgjë. Dhe elhamdulillah që na bëri Allahu për besimtarëve dhe për muslimanëve umet islam. Me ka që përfundojmë, edhe njëherë pra ju kisha lutur që të shpërndani këto ligjërata në për rrjetet e juaja sociale, në për Facebooket e juaja, në për Twitter, në për websajtet e juaja, në për paget e juaja, në për linqet e juaja, në për Google Pluset, në për YouTubet e juaja, të shpërndani, të dëgjoni, të ua sugjeroni tjerëve, dhe të mani në fjalë shënim, në diçka shënim, dhe ta shpërndani. Dhe shpërndani qoftë dhe një ajet, qoftë dhe një hadith, siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ballighu anni walau bil aya, transmetoni fëmijë qoftë dhe një ajet. Andaj bëni edhe ju besimtar ndershëm transmetues, përderisa këto teknologjitë e fundit na kanë mundsuar këtë lidhje, elhamdulillah, për të bërë thirrje islame. Edhe një herë pra me ju vëlla ju Imam Arber Berisha, ligjëratat tona i keni kudo në internet. Ju përshëndesim me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.